Hoxh, cila është arsyeja nëse priton me fal namazin, s'ke vullnet, si të jemi më të vullnetshëm? Normal, shejtani mundohet që ta pengoj robin nga falja e namazit, nga kryerja e këtij adhurimi të madh. Gjithsesi, ka gjëra që e ndihmojnë robin të ketë vullnet, të ketë zell me fal namazin. Ndërto, është kujto madhështinë e Zotit gjithësisë. Namazi është një urdhër prej urdhrave të Allahut të lartësuar. Takim me Zotin e gjithësisë. Mendoje këtë gjë. Ku ka më mirë se të kesh një takim 5 herë në ditët me krijuesin e gjithësisë. Mendo për këtë namaz që ky është dritë, është shkak për shpëtimin tënd. Në botën tjetër, mirësia e madhe është namazi. Dhe vazhdimisht lutet Zotin e gjithësisë që të ndihmoj ta adhurosh atë. Vazhdimisht, Allahu ju rujt. Burri më thot, ti je xheneti jem. A është mëkat që më krahason me diçka perfekte të Allahut? Falenderoje Zotin që të ka begatu me i bashkëshort të tillë. Ndoshta ai e thot që je xheneti i tij, sepse je shkak që ai me lejen e Allahut të lartësuar të fitoj xhenetin, duke u sjell mirë me ty, duke të dhuru dashuri. Dhe ndoshta pra bëhesh shkak që të fitoj xhenetin real. Gjithsesi nuk ka gjë, pra fetarisht nuk ka gjë. Allahu i rujt, Zoti ju dhont lumturi. Hoxh, unë ëndrat që i shoh kanë edhe kuptime të këqija. Qa mund me bë që mos ndodhi? Kur shikon një ëndër të keqe, mos ja tregoj njeriu. Në momentin që shef një ëndër të keqe, thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bën sikur bështyen nga krahu i majt 3 herë, ndrysho krahun e fjetjes dhe atë ëndër mos ja tregoj njeriu. Me lejen e Allahut të lartësuar, asgjë e keqe nuk gjen. Selam aleikum hoxh. A quhet namaz natë në orën 11? Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Mbas namazit të yacis quhet namaz natë. Zoti ju rujt. Selam aleikum hoxh. A lejohet për femrat të falen në vende të hapura? Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Po lejohet. Nuk ka ndalesë. Zoti ju rujt. Selam aleikum hoxh. Kur je me menstruacione, a mundet të lexojsh libra për fenë islame? Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Po mund të lexosh. Mund të lexosh pra libra për fenë islame. Zoti ju rujt. Selam aleikum hoxh. A bëhet hatme për dikën e familje për risk, shëndet, bereqet? Aleikum salam wa rahmatullah. Për risk, shëndet dhe bereqet bëhet lutje. Ndërsa personi në fjalë, pra nëse është sëmur, mund t'i lexosh Kur'an. I lexon Kur'an dhe normal Kur'ani është shërim për besimtarët. Pra nëse dikush është sëmur, i lexon. Zoti ju rujt. Selam aleikum hoxh. Në ditën e xuma, a falen 4 rekat sunet para farzit kur je në xhami? Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Në ditën e xuma, para se të fillojnë hutben imami, ti ke mundësi me bë dhikr, me lexu Kur'an, me fal namaz sa të kesh mundësi, namaz vullnetar, para se me fillu hutbja. Pra e shfrytëzon këtë kohë me adhurime të ndryshme. Ndërto lexim Kur'ani, ndërto lutje, dhikr, falje namazit, pra namaz vullnetar. Allahu i rujt. Hoxh, ç'a ti bëjmë atyre që na shajnë, pa i ngacmuar dhe pa i thënë asgjë? A ti shajmë dhe ne? Jo. Secili tregon moralin e tij. Ti je besimtar. Ti duhet pra të kesh një sjellje tepër të mirë. A e ndjekim profetin sallallahu alaihi wasallam? Nëse pretendojmë ndjekjen e profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë duhet ta ndjekim edhe sjelljen e tij, moralin e tij. Profeti alaihi salam nuk shante, nuk ofendonte, nuk tallte. Le ta ndjekim profetin sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartësuar çfarë thot në Kur'an? Kur atyre u drejtohen ignorantët me
fjalë ofenduese, ata thonë paqe. Kështu që le të jetë sjellja jote e mirë. Ti tregon sjelljen dhe moralin tënd. Allahu të rujt. Selam aleikum hoxh. Si të veprojmë me njerëzit ku na thonë je në rrugën e gabuar ose ekstremist, pse ndjekim Kur'an dhe Sunnet? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Thuaj unë ndjek Kur'anin dhe Sunnetin, sepse Allahu i lartësuar më urdhëron në Kur'an që me ju bind atij dhe me ju bind të dërgumit alayhis salam. E nëse kjo të duket ekstremizëm, thuj, bindja ndaj Allahut lartësuar, atëherë pyet e veten, thuj, si ke punët me fen. Më mirë, thuj, të mshuash ti ashtu e ke Zoti i gjithësisë, ti jem në rrugën e drejtë, se sa, thuj, të më shuash i moderuar, se po shkel urdhrat e Zotit gjithësisë. Prandaj vllajim, syno kënaqësinë e Allahut lartësuar. Përmbaju Kur'anit dhe porosive të profetit alayhis salam, se kënaqësia e njerëzve është çështje që nuk arrihet. Hoxh, du të falem, thot, në 1 të natës, thot. Kam mësuar fjalët, surët e namazit në gjuhën që duhet, por ngatroj 1-2 fjalë. Ka gjë? Allahu të rujt, Allahu ta pranoft namazin, nuk ka asnjë problem. Pra nëse ndodhe bën gabimisht, pra ngatresën, nëse e kupton që e bërë gabim, e përmirëson dhe nuk ka gjë. E nëse nuk e di, pra nuk e di se ke gabuar, atëherë Allahu i lartësuar e di qëllimin tënd, e di që ti do ta falësh në formën më të mirë. Kështu që falu, lutë Zotin e gjithësisë, se Allahu i lartësuar, pra është ai që i pranon lutjet. Kam gjetur një vezë brenda një tulle në shtëpi, edhe veza u nxor me zor. Ishte ndonjë magji? Mund të jetë, gjithsesi edhe nëse është magji. E merr, lexon ajetin Kursi, lexon 3 suret e fundit të Kuranit, e thyen, edhe me lejen e Allahut lartësuar nuk ju gjen asgjë. Zoti ju rujt. Selam aleikum hoxh. Si të falim namaz nate? A mund të fali vetëm 2 rekate? Zoti ju rujt. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Po, mund të falësh vetëm 2 rekate, por unë të këshilloj që pra rekatën e fundit të jetë vitër. Pra sepse vjen hadith profetit alayhis salam, bëjeni që namazi i fundit i natës tuaj pra të jetë vitër. Kështu kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam që transmetohet tek Sahihu i Bukharit dhe Muslimit. Allahu i rujt. A bën me i hudh sejadet e vjetruara, apo duhet të digjen? Allahu i ruajt. Amin, Allahu i rujt edhe ju. Nuk ka asnjë problem. Pra, mund t'i hedhësh, mund t'i djegësh, përderisa ka ndalë jashtë përdorimi, nuk ka asnjë problem. Zoti i rujt. Si mund të heqim i rishet që na dalin në duar? A është e lejuar? Përshëndetje, po, e lejuar është. Unë të mësoj një dua profetike, që me lejen e Zotit do të shërohesh, vendose gishtin tregues në tokë, pastaj ngrije dhe vendose tek vendi i rishit dhe bëje këtë dua. Selam, a lejohet që ta shtyjmë pak namazin deri pa hyrë tjetri, nëse jemi në punë? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Kur je në punë, ose pra nuk je pranë xhamis, nuk është kusht që namazit falet sa po ka hyrë koha. Pra, ndoshta mund ta falësh pak më vonë. E rëndësishme të falet namazi brenda kohës. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuara. Kështu që brenda kohës, pra kur ta gjesh mundësinë, e fal namazin. Allahu të rujt. Përshëndetje. Jam e martuar, po vjera përzihet krejt senet. Ku dal me burr. Përgjithësi çka më bë në këtë rast? Përshëndetje. Të këshilloj që sjellja jote me nënën e bashkëshortit tënd pra të jetë në formën më të mirë. Ndërsa problemet, lere bashkëshortin të zgjidh ai me nënën e tij. Pra çdo problem, lere bashkëshortin të zgjidh ai. Ndërsa ti mundohu të tregohesh e sjellshme me çdo njëri. Pra problemet të tilla lërja bashkëshortit të zgjidh, sepse fundja ti po del me bashkëshortin tënd, po i bindesh bashkëshortit tënd,
Problemet të tilla le t'i zgjidh ai. Lënia e namazit, a është mëkat që falet? Namazi është shtylla e dytë e Islamit. Është urdhër i Allahut të lartësuar. Zoti i gjithësisë i ka urdhëruar besimtarët dhe besimtaret në mbi 72 ajete në Kur'an për me fal namazin. Mos zbatimi i këtij urdhri është mëkat i madh, Zoti na ruaj. Namazi është lidhja e robit me Zotin e gjithësisë. Nëse njeriu e fal namazin, është shkak që ja mundëson futjen në xhenet. Kështu që nëse ndodh që dikujt i është dobësuar imani, besimi, e kalon namazin, le të reflektoj. Sepse Allahu i lartësuar është falës, është mëshirues, fal shumë. Dhe nëse ka ndodhur që e kelon namazin, filloja prap. Ktheu ke Zoti i gjithësisë. Allahu i do robrit, i do ata që pendohen. A bën me fal namaz sabahu pa abdes? Asnjë namaz nuk bën me fal pa abdes. Një ndër kushtet që të quhet namazi është pastërtia e abdesi. La yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allahu nuk e pranon namazin e dikujt pra që e ka prish abdesin derisa të marrë abdes. Kështu kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam. Prandaj me marrë abdes, pra me u pastru me marrë abdes, me fal namazin, Zoti ju ruaj. A lejohet të marrësh Kur'an nga xhamia? Duke marrë leje nga përgjegjësi? Po, Allahu i ruaj. Çfarë është problemi i muslimanit që fal namaz nate? Allahu i lartësuar përmend në surën Sejdë, ku thot, ata ngrihen nga shtrati, i luten Zotit të tyre. Në ajetin tjetër, Allahu i lartësuar përmend dhe thot, askush nuk e di çfarë gëzimesh u janë fshehur atyre, pra në jetën tjetër, si shpërblim i asaj, pra i punëve që ata bën, që vepruan. Kështu që namazi i natës ka shpërblim të madh. Po ashtu është shenjë falënderimi. E nëse ne falenderojmë Zotin e gjithësisë, Zoti i gjithësisë i shton mirësitë. Profeti alayhis salam falej gjatë natës saqë i enjteshin këmbët. E kur Aisha, Zoti qoftë i kënaqur prej saj, e pyet pra se ty t'janë falur të shkuarat dhe të ardhmet, ai thot, a mos jem rob falenderues? Përshëndetje, a bën me u fal me telefon përshëndetje? Përderisa nuk di të falesh, pra i lexon fjalët në telefon, shkruan në Google, falja e namazit për fillestar, të del një flet palosje, ose për shembull i shkruan në një letër fjalët, apo mban flet palosje para, ose i lexon në telefon, nuk ka asgjë, derisa të mësosh nuk ka asnjë problem. Allahu ju ruaj, Allahu ju amundesoft, ta mësoni dhe ta falni namazin. Zoti ju ruaj. A lejohet me ble Kur'an se shumë faqe thot në internet i shesin, dhe si është puna e këtyre? Lejohet me ble, sepse dihet që ka kosto për botimi një Kur'ani, dhe lejohet që ta blesh. Por gjithsesi, tek xhamia më afërt që ke, besoj ta japin edhe dhurat. Allahu i ruaj. Me rëndësi është pra që me lexu Kur'anin, me praktiku atë në përditshmëri, Allahu i ruaj. Fal namazin në Shqip thot 100%, të plot, a është i pranueshëm, dhe të pesta namazet me zë. Atëherë, namazi falet siç e ka fal profeti alayhis salam. Thuhen fjalët siç e ka thënë profeti alayhis salam. Ndërsa Shqip, ti në sejdë mund të lutesh pra Shqip. Mund të shprehësh Allahut lartësuar nevojat, dëshirat që ke. Ndërsa fjalët tjera, namazit, pra tekbiri fillestar, surja Fatiha, thuhen siç e ka thënë profeti alayhis salam. Namazi është universal. Ndërsa lutjet që ti bën pastaj, ato bëj në çfarë gjuhë ti ke dëshirë. Pra lutesh Shqip, i lutesh Allahut lartësuar Shqip, Zoti i gjithësisë dëgjon gjithçka. Për sa i përket 5 namazet me zë, ne falim 3 namaze janë me zë, ndërsa 2 të tjera pa zë. Selam aleikum hoxh, a mundet të agjerojmë tani ditët që nuk i kemi agjeruar për Ramazan? Wa aleikum assalam wa rahmetullah.
Kush ka borxhe prej muajit Ramazanit, pra mund t'i agjeroj tani. Deri Ramazanin tjetër, ke kohë, gjithsesi shpejto në shlyerjen e borxhit. Sepse borxhi i Allahut lartësuar është më parsor për të shlyer. Zoti ju rujt. Kam fillu me i fal 5 kohë namaz, po s'po munde mirë me u koncentru. Po tutna, mos po gaboj, çfarë të bëj? Allahu i lartësuar e di njetin, e di qëllimin tënd. Elhamdulillah që ta ka mundësu i madhi Zot me i fal 5 vaktet. Ti përpiqu, pra përpiqu që mos gabosh. Nëse gabon, përmirësoje gabimin, nuk ka asnjë problem. Dhe me kalimin e kohës, inshallah mëson. Allahu ju rujt, Zoti ju pranoft dhe Allahu ju forcoft. A ka ndonjë fjalë që duhet ta themi, lutje që Zotit na afroj në fe, nuk me jepet thot të fal namaz. Unë të këshilloj ta bësh një lutje të cilën ja mësoi profeti alayhis salam njërit prej shokëve të tij, që ta bënte pas çdo namazi. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Allah, më ndihmo që të përmend ty, të të falenderoj ty dhe të të adhuroj ty në formën më të mirë. Bëje edhe ti këtë lutje. Hoxh, tani kam filluar të fal akshamin dhe yatsin. Elus Allahun e lartësuar për këtë gjë. Masha Allah. Elus Allahun që të forcoj. Elus Zotin e gjithësisë që të ta pranoj. Është mirësi e madhe që njeriu të fal namaz. Është mirësi e madhe që njeriu ta nis një ndryshim në jetën e tij. Masha Allah. Ke filluar me 2 namaze. Namazin e akshamit dhe të yatsis. Elus Zotin e gjithësisë që të ta mundësoj ti falësh edhe namazet e tjera. Gjithsesi, unë të përgëzoj se është një hap tepër i mirë. E ke filluar një ndryshim. Me lejen e Zotit gjithësisë, në vazhdim, pra tjetë synimi me i fal të 5 vaktet, që janë shtylla e dytë e Islamit. Kush i fal 5 vaktet, i premtohet xheneti. Allahu i rujt. A lejohet të falim namazin pa marrë abdes? Allahu të rujt. Amin, Allahu i rujt edhe ju. Pastërtia është prej kushteve që të quhet namazi. Pra duhet me marrë abdes. Vetëm në rast se njeriu e ka të pamundshme, pra të gjej ujin, apo është i sëmur dhe kanë ndaluar që të përdor ujin, këtë rast merr tejemmum. Pra këto janë rastet veçanta, ndërsa namazi pra që jenë në gjendje normale, prej kushteve që të quhet namazi, duhet marrja abdesit. Allahu i rujt. Selam aleikum, nëse je udhëzuar tani dhe nuk ke falur namaz, a e ke obligim që ti kompensosh? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Islami e fshin atë çfarë ka ndodhur më parë. Tani me fal namazin inshallah. Allahu i rujt, Allahu ju pranoft, Allahu ju forcoft dhe ju amundësoft që me bo sa më shumë vepra të mira.